Ndryshe nga realiteti viteve të mëparshme, qyteti i Selenicës dhe fshatrat përreth tij janë kthyer sot në një zonë e cila vizitohet nga pushues vendase dhe turistë huaj. Nertil Bellaj, kryetari i Bashkisë së Selenicës, thotë se trendi i rritjes së turizmit që ka prekur vendin ka mbërritur madje dhe deri në Selenicë. Sipas Bellajt, me rit në rritjen e numrit të turistëve, ka reklamimi i mirë që i është bërë vendit ndërkombëtarisht. Bellaj thekson se në këtë drejtim kanë ndikuar madje dhe investimet e qeverisë shqiptare që kanë garantuar më tepër akses në këto zona. Duke përmendur disa prej atraksioneve turistike në Selenicë, kreu i bashkisë, Nertil Bellaj, tregon se edhe vëmendja e pushtetit lokal qëndron pikërisht tek publiciteti i atraksioneve turistike, por edhe tek investimet e reja për zhvillimin e tyre. Jo vetëm sepse ky është një trend, dhe do ta themi që në këto 4 vjeçarin e fundit qarku i Vlorës ka pasur një zhvillim të turizmit, dhe kjo është bërë dhe fal marketingu dhe ndërhyrjes së qeverisë. Dhe pikërisht ne kemi mundur që, sepse këto pasuri këtu kanë qenë, këto si kemi krijuar ne, por ne thjesht kemi munduar që t'i marketojmë, kemi munduar që t'i vendosim në pa, dhe ndoshta shumë edhe qyteti i Vlorës, ndoshta edhe banorët e zonës nuk i kanë ditur më para, por duke i promovuar kanë filluar që të bëjnë pika atraksioni. Për shembull, ura e Bratit, pra lumi atje është një pikë shumë e bukur. Amandja, e cila e ka pasur është një pikë shumë e bukur. Kurora e Malit që ne kemi përballë është dhe për besimtarët, po është edhe për bërë një ecje pelegrinazh është një pikë shumë e bukur, por edhe lumi Vjosa, i cili është shpallur park kombëtar, i cili kap edhe Shushicën edhe Vjosën, ku kap 7% të bashkisë tonë. Është një mundësi dhe ecja në lum, por edhe ujvara e Rasalit, edhe shpellat e Velçës, shpella e shkruar e Lepenicës, Olimpia, janë disa pasuri që ne kemi munduar t'i promovojmë me ato mundësi që ka pasur bashkia, dhe e vërteta është që me ato punë modeste që ne kemi bërë, njerëzit vërtet janë të interesuar, dhe u shikoi vërtet një interes që përveç detit i cili dihet, fillojnë njerëzit që edhe duan një ditë ndryshe, duke shëtitur edhe malin, edhe lumin, edhe këto pasurit si shamante. Selenica nuk është sot më një bashki e cila ndryshe nga më parë, edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore, ishte e pamundur të arrijej apo eksplorojej. Zhvillimi i zonave, rehabilitimi i segmenteve rrugor, promovimi i destinacioneve turistike kanë dhënë efektet e tyre, duke i prekur sot këto zona më lehtë se sa më parë, e mbi të gjitha duke i vizituar ato. Ky territor sot është ende plot surpriza dhe destinacione me pasuri, bukuri natyrore që ja vlen për të vizituar.